Promovimi i vlerave humane është përfshirja e të rinjve në grupe të ndryshme etnike në projekte të përbashkëta për ndërtimin e mirëkuptimit reciprok, tolerancës dhe dialogut kulturor. Promovimi i vlerave humane është një projekt për vite i zbatuar vazhdimisht në vendin ton nga ana e Kryqit të Kuq të qytetit të Strugës. Nxënësit e gjimnazit Dr. Ibrahim Temo Strug, të udhëhequr nga disiminatorja Lulzana Dauti Jusufi, organizuan një ditë të veçantë për fëmijët me aktivitete sportive dhe lojrat për fëmijët me qëllim humanitar, ku mjetet financiare në të holla do të dhurohen për të ndihmuar sadopak vajza të prekura me kancer. Të nderuar teleshikues, sot është një ditë e veçantë për Strugën dhe qytetin dhe struganët, të cilët kanë marrë iniciativë për të promovuar vlerat humane. Këtu pranë kemi Altina Labenishtën, e cila është në pjesë e organizimit të këtij projekti, madje edhe e inkuadruar direkt në promovimin e vlerave humane. Altina, faleminderit që pranove ftesën të jesh pjesë e emisionit tonë. Faleminderit edhe juve. Sot në këtë ditë kaq të veçantë për promovimin e vlerave humane, në fakt një përcjellje tek të rinjt. Është mjaft e vështirë që të mirresh me këtë organizim? Ky organizim, domethënë i gjithë projekti promovimi i vlerave humane, përfshin të rinjt nga grupe të ndryshme etnike, të cilët domethënë mblidhen së bashku në projekte të përbashkëta për të arritur mirëkuptimin kulturor, dialogun kulturor dhe social. Është Kryqi i Kuq i komunës së Strugës, ku domethënë ne kanë si deg promovimin e vlerave humane, duke pasur disiminatore Lulzana Dauti Jusufin, kemi bërë një aktivitet me fëmijët, ku përfshin domethënë lojra të ndryshme sportive dhe kulturore me to. E dim që për të përfshirë fëmijët faktikisht në për të tilla aktivitete është mjaft e vështirë pasi ato janë pjesë e rrjeteve apo e telefonave të tanishëm sociale. Si arritët qëllimin dhe sa e vështirë ishte për të përfshirë të fëmijët në këto aktivitete? Se shohim që keni fëmijë të grupmoshave të ndryshme. Fëmijët janë të grupmoshave të ndryshme dhe nuk është që janë fëmijë të zgjedhur, secili fëmijë ka ardhur me dëshirën e vet dhe jemi një grup i cili domethënë i përkushtohet shumë punës që ka zgjedhur dhe për këtë qëllim ne kemi krijuar domethënë gjëra të cilat do t'i tërheqin sa më shumë fëmijët, ashtu siç jemi domethënë ne antarët e promovimit të vlerave humane sot në këtë ditë dhe fëmijët shpresoj që janë duke u kënaqur me të gjitha aktivitetet që kemi përfshirë, me të gjitha pikat e këtij programi. Çfarë ju motivon juve personalisht të jeni pjesë e këtyre projekteve? Sa vite ka që mireni me? Unë ka 3 vite që jam pjesë e Kryqit të Kuq, duke marrë pjesë në aktivitetet të ndryshme që Kryqi i Kuq organizon, ndërto që është promovimi i vlerave humane dhe jam shumë e lumtur që jam pjesë, tashmë antare e rregullt aty, për shkak se kam shumë qejf që t'u ndihmojmë atyre të cilët janë në nevojë dhe të arrijmë domethënë t'ju japim jetë dhe t'i bëjmë të lumtur të gjithë qytetarët në Strugë. A ka ndonjë histori të veçantë që ju ka prekur gjatë këtyre viteve që juve t'jeni pjesë e këtyre projekteve ose pjesë vullnetare të Kryqit? Nuk është që ka diçka specifike, thjesht dëshira për të shkuar për të ndihmuar më të moshuarve ta marr fillimisht ose dëshira për të shkuar në kopësht tek fëmijët e vegjël për t'i gëzuar me ndonjë dhuratë të vogël ditën e verës ose 8 marsin, të gjithë gravet të cilat janë të prekura nga ndonjë sëmundje në spital, ka qenë ajo dëshira më e madhe për t'i lumturuar dhe për t'u ndihmuar. Cilat janë planet e të ardhmes të këtij projekti për promovimin e vlerave humane në qytetin e Strugës? Planet e së ardhmes janë të arrihet mirëkuptimi kulturor dhe të jemi domethënë gjithë përfshirës në të gjitha aktivitetet nga grupe të ndryshme etnike, të gjithë të rinjt, e gjithë rinia. Edhe pse neve pothuajse arrim në fund të bisedës, më thoni një mesazh për shokët apo shoqet tuaja, për të rinjt të cilët duan të përfshihen në të tilla projekte. Do t'u kisha thënë nuk kushton asgjë që të ndihmojnë dhe të zgjasin dorën për të moshuarit apo për ato të prekurit nga ndonjë sëmundje dhe për t'i lumturuar fëmijët. Faleminderit që ishe pjesë e emisionit tonë dhe falenderoj që je pjesë e këtyre aktiviteteve për të marrë me fëmijë, me të rinj edhe me të moshuar njëkohësisht. Faleminderit edhe ju shumë, e vlerësoj.
Sot organizuat një aktivitet të veçantë në Strug. Çfarë përfshin saktësisht në këto ditë të veçantë për qytetin e Strugës dhe si arritët që t'i inkuadroni moshatarët tuaj në këtë projekt? Do të thënë fillimisht kishim dëshirë që të mbledhim fëmijët pavarësisht grupmoshave të tyre, të jetë një aktivitet në të cilën ato do socializohen së bashku njëri me tjetrin, do të thënë do të njihen dhe gjithashtu është edhe aktivitet sportiv ku do mësojnë teknika të karates, aty mësojnë Melisa. Gjithashtu do të thënë morën fëmijët pavarësisht moshave të tyre dhe ishin gjitha me dëshirë për humanizëm, sepse siç e dim kultura merret që nga një moshë vogël dhe pra çka vendosëm të shkojmë edhe në shkollat fillore ku ka fëmijë domethënë poshtë moshës të pubertetit dhe t'i mësojmë që nga fillimet e tyre se si duhet t'i ndihmojnë njerëzit të tjerë në nevojë. Dhe nëse ato i kanë mundësi, domethënë t'i ndihmojnë të tjerët. Ezana, na tregoni më shumë për iniciativën humanitare për ndihmën e vajzave me kancer. Si organizua mbledhja e mjeteve dhe si organizoni në përgjithësi? Domethënë fillimisht kur e morëm vesh për vajzën që ka kancer, na erdhi shumë keq dhe i urojmë një shërim të shpejtë. Ne kishim dëshirë domethënë vullnetare që t'i ndihmojmë asaj, domethënë fëmijët në të cilët fëmijët do të argëtohen dhe me të holla do shkojnë për ndihmën e vajzës me kancer, të cilës i urojmë një shërim sa më të shpejtë. Cilat janë planet e këtij projekti të promovimit të vlerave humane në të ardhmen? Çfarë planesh keni? Domethënë kjo është aktiviteti i parë të cilën e bëm, domethënë për ndihmën e humanizmit, por besojmë që do vazhdojmë me aktivitete të tjera në të ardhmen. Mbase do ta ripërsërisim këtë aktivitet me fëmijët, por ndoshta do provojmë edhe të reja, domethënë mënyra të reja. Faleminderit. Faleminderit edhe juve. Sot e dim që është një ditë e veçantë për qytetin e Strugës, pasi promovohen vlerat humane për një qëllim të caktuar për një vajzë e cila vuan nga një sëmundje e rëndë. Ju si vullnetare e Kryqit të Kuq tani më jeni çdo herë pjesë e këtyre aktiviteteve me klubin tënd të karates, se duhet ta theksojmë që juve udhëheqni edhe klubin Drini të karates në qytetin e Strugës. Unë marr pjesë në Kryqin e Kuq, që është edhe gjithashtu edhe me shkollën organizojmë projekte të ndryshme, gjithashtu edhe klubi jon, klubi i karates edhe i atletikës Drini na ndihmon në këto lloj të aktiviteteve. Domethënë kur bëjmë projekte me Kryqin e Kuq e përfshim edhe klubin e karates, ku mund të përfshim më shumë fëmijë, edhe mund të vinë më shumë, edhe që na ndihmojnë për Kryqin e Kuq, edhe që vinë në klubin e karates. Edhe kjo është mirë edhe për ne, edhe për Kryqin e Kuq që ka sa më shumë zonas. A janë prindërt e fëmijëve të gatshëm për të sjellë për të tilla aktivitete fëmijët e tyre? Po, mua më vjen mirë që prindërit që i kemi edhe në klub janë shumë të pranishëm edhe na ndihmojnë për çdo lloj aktiviteti që marrim pjesë. Si ndikon kjo tek fëmijët? Fëmijët si e presin kur juve i thirrni për një aksion humanitar ta quaj? Fëmijët janë ato të parët që duhen të marrin pjesë. Ne i kemi përshkruar pak a shumë se për çfarë ndihmash bëhet fjalë dhe janë të parët që janë në gatishmëri për çdo lloj ndihme të mundshme. Faleminderit shumë Melisa. Faleminderit ju. Cili është aktiviteti që sot juve realizoni? Aktiviteti është që t'i ndihmojmë shokët dhe shoqet tona. Sot na ka thërit Kryqi i Kuq që të marrim pjesë për aktivitet në karatin klubi Drini. Unë marrë pjesë pikur isha 6 vjetë. Marrë pjesë shkoj në sallën e karates. Ka sa kohë ushtron ti karate? Në 1 vjetar. Të ka ndihmuar karatja të dobësohesh pak? Po. Çdo herë juve jeni pjesë i aktivitetit Kryqi i Kuq ose vetëm kësaj radhe? Vetëm kësaj radhe. Kjo është hera e parë që ti merr pjesë, apo? Po. Po të pëlqen ty ti ndihmoj shokët dhe shoqet? Po, i pëlqen shumë. I ndihmon ti shokët dhe shoqet? I ndihmoj. Ata të cilët kanë nevojë, apo? Cilët kanë nevojë, po. Cili është aktiviteti që sot juve jeni pjesë e kësaj dite këtij aktiviteti? Ne sot shpërndajmë vlerat humane, ndihmojmë shokët dhe shoqet. Njerëzimi është një koncept i ndalikuar dhe shumë planësh, që përfshin aftësinë tonë për të përbashkët për mëshirë, empati dhe kuptim. Është për të njohur ndërlidhjet tona dhe për të përpjekur për një botë ku të gjithë mund të lullëzojmë.